Unë e di që mund të jetë problematik numri I madh I emailave, edhe pse koha nuk është shumë e gjatë, pavarësisht mund të mbahen mend gjërat. A ju kujtohet që keni pas një komunikim kur bëhej fjalë për operatorin ekonomik Takrafin? Fjala Takraf, apo ju thot diçka? Takraf, për operatorin ekonomik Takraf. Konkret rastin nuk më kujtohet, email korespondenca po. Cila ka qenë natyra e asaj korespondence për mbajtja e atij korespondimi? Mbajtja asaj. Nuk më kujtohet sakt për mbajtja e ndërmarrë prokurore. Po, personi me emrin Besa Shatri, ju kujtohet? Po. Si çka ju kujtohet? Kush është Besa Shatri? Kolegja. Çka punon kolegja? Për Besa Shatri ma shumë informacion që kam me. Zyrtarja në financa. Të Kekut, apo? Të Kekut, po, të Korporatës Energjetike të Kosovës, zyrtarja në Kek. A keni pas komunikim me këtë zyrtare të Kekut lidhur me tenderin montimi I shtratit sferik E9B? Montimi I shtratit sferik E9B. E9B. Nuk po më kujtohet sakt e ndërmarrë prokurore. A ju kujtohet kush ka qenë drejtor I prokurimit, zyrës prokurimit? Po, zotri Ymer Dragusha ka qenë UD, drejtor I prokurimit. Zotri Ymer Dragusha ka qenë UD, Ushtrus I drejtyrës të zyrës e prokurimit. Ky drejtar, ky person zyrtar, sa shpesh ka ardhur në takim me kryeshefin, a ju kujtohet? Jo edhe aq shpesh, nëse duna mi vlerësu me drejtorat ekzekutiv të tjerë. Si keni njohuri për emrin Isuf Zena? Si keni ardhur të njohuria për këtë emër, këtë person në fakt? Në fillim kur kam ardhur, e patëm pranu një ftesë nga policia për zotri Nagib Krasniqin. Një ftesë nga policia për zotrin Krasniqin. Dhe zotri Isuf Zena ka shku me zotrin Krasniqin, ma ka marrë mendja që në polici. Unë e kom pa prej dritarës së zyrës, nuk ka qenë në zyre. Kjo është hera e parë. Nga dritarë. Para këtij rasti, a ju ka rastis të keni njohuri për takimin e Isuf Zenës me kryeshefin? Para këtij takimi. Kundërshtoj zoti kryetar sepse dëshmitarët ata se hera e parë kur e ka parë Isuf Zena ka qenë rasti kur zoti Krasniqi dhe zoti Zena ka shkuar në polici. Hera e parë kur e ka parë zoti Zena ka qenë Që përgjigje është shumë e qartë. Ka qenë kur Zena në polici. Nuk ka pas takim më herët. Dëshmitare, në prokurori keni deklaruar kështu. Po, emrin kujtohet, personin kujtohet, po bëhet fjalë për Isuf Zena, dhe ka ardhur në zyrët e kryeshefi duke krahasuar me të tjerët më shpesh, duke krahasuar me stilin e zotrit Krasniqit. Dhe për sqarim, asnjëherë nuk ka pas kërkesë nga zoti Zena për takim me kryeshefin, por gjithmonë ka qenë kërkesa e kryeshefit
që me eftu në takim zotëri Zenën dhe takimet e tyre kanë qenë gjithmonë në 4 sy. A ju po. A ju kujtohet? A ishte kjo pyetje? Po. E kujtohet. Po mbrojt se avokati që Kujtohet cilat ishin arsyet që ju të si komision të rekomandoni anullimin e këtij tenderi. Operatori ekonomik nuk ka plotësuar kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit, si dhe gjatë negocimit ka humbë besueshmërinë për arsye se ka ndryshuar premtimet edhe në azotimet edhe në gjënë negociatave. ka humbur besimin për arsyet Ka ndryshuar zotimet edhe në fazat e ndryshme të negociatave. kanë ndryshuar zotimet e dhëna në fazat të negociatave. A ju kujtohet minimalisht ndonjëra nga kriteret e ndryshuara gjatë negocimit? Sa me kujtohet, mu ka qenë afati i përfundimit të punëve, sa me kujtohet. Dua të sqaroj se procedurat të cilën na e kemi rekomanduar anullimin ka qenë procedurë çfarë? E negociuar pa publikim të njoftimit me kontratë. Dua të sqaroj se procedurat që kemi rekomanduar anullimin ka qenë procedurë E negociuar pa publikim të njoftimit. Do thotë nuk ka qenë në klopa, nuk ka qenë procedurë e rregullt. Ja, e hapur jo. Unë mendova që e thash më herët, po më paskaj. Jo, isha të prit që pesani këtë me sqaruar sepse. Po mirë, u sqarua edhe kjo. A keni pas të siguruar deklaratën nën vetim të nën kontraktorit në këtë tender? Po, sa A kujtohet. ju kujtohet diçka lidhur me këtë deklaratë? Diçka na kemi pas disa dyshime edhe lidhur me këtë deklaratë, por tash nuk më kujtohet çka ka qenë. Disa dyshime edhe për këtë deklaratë Të në kontraktorit, të nën kontraktorit. tash Po kujtohet. nuk kujtohen. Po lidhur me kushte tjera sa i përket garancionit bankar, penaltive, lidhur me këto kushte a ju kujtohet të ketë pasur ndonjë ndryshim apo kanë qenë të rregullta? Sa më kujtohet mu, këto kushte janë bërë edhe përmes një amandamentimi të kontrolës që është bërë ma vonë as në shkrimit të kontrolës. Janë përmes një amandamentimi të kontrolës që është bërë më vonë. Sa më kujtohet mua, zyrtari përgjithësi i prokurimit ka pas një urdhënesë nga kryeshefi ekzekutiv, edhe e ka vendos pa komision për me dhënë kontratën. Dhe ka vendosur pa Pa komision me edhe. pa rekomandim të komisionit me dhënë kontratën. Si e kuptuar? Mas rekomandimit që kemi dhënë, ne na kemi qenë të ftuar në zyrën e kryeshefit unë dhe Ymeri, unë si antar i komisionit. Ftuar në zyrën e kryeshefit, unë dhe Ymeri. Dhe që edhe Ymeri. Po. Dhe në ata kemë kryeshefi ka kërku si të dolin nga situata për shkak nevojave të prodhimit. Që ka qenë kontratën e shumë për shkak nevojave të prodhimit, Po. tjetër prodhimit. prodhim. Për shkak se ka qenë nënshkruar kontrata për turbinë dhe bloku ka qenë i nalur. Dhe për shfrytëzim racional, paka shumë po mundona me sqaru drejtori që nga ka thonë, dhe për me sqaru në mënyrë racionale kohën, ka thonë është mirë me pas një kontratë edhe për kallaj. Kohën kur është bloku nalë, të punohet në të dy pajisjet.